Egli përplaset me gjestin, reagon familja e Eglit për humbjen e followersave jashtë. Çfarë thonë ata? Egli takut që prej rikthimit të saj në Big Brother VIP duket se ka vendosur të bëjë një strategji tjetër. E kjo strategji për të dalë kundër Rozanës e për të injoruar gjestin duket se nuk po pëlqen as ndjekësve dhe përkrahësve të saj. Kujtojmë që vetëm në 4 ditë të daljes së Eglit ajo fitoi rreth 200.000 followers, një rekord i ri në këtë edicion, teksa duket se pas rifutjes është përmbysur raporti teksa ajo ka shënuar një raport negativ, duke qenë se vetëm në 2 ditë ka humbur mbi 20.000 ndjekës. E duket se jo vetëm kjo, por edhe lajmet se familja e Eglit që i menaxhon Instagramin ka vendosur të blej followersa jashtë, gjë që është parë edhe në listën e ndjekësve të saj, duket që kanë bërë që familja e saj të reagojë. Nëpërmjet një Insta story ata kanë sqaruar këtë situatë duke shkruar: sikur të gjithë të ikin edhe 5 të mbeten, rëndësika të mbeten ata që vërtet e duan. Vendimi për të vazhduar atë rrugtim që u la përgjysmë me dhimbje dhe lot nuk ishte për followers as për vëmendje, por për Eglin. A do të ketë të vështirë patjetër, a do ja dalë patjetër. Ne kemi besimin dhe do jemi pranë saj, sepse kështu mendojmë se duhet bërë me familjarët e miq, ti gjendemi pranë kur kanë botën kundër. Shprehen familjarët e Eglit në mbështetje të saj. Së fundmi ajo është përballur për herë të parë dhe me gjestin brenda shtëpisë, teksa ky i fundit shpeshherë i ka hedhur kunja duke thënë tani më nuk është me Kingin e nuk di ku të futet, teksa Egli ka thënë vetëm ka thënë që të zgjedhësh vetën të parën, atë po bëj. Nuk mund të lejoj të luash me personalitetin tim dhe dua të kthej respektin në vend. Ti ndron muhabetet çdo ditë dhe nuk mund të lejoj më që të luash me mua, ishin fjalët tepër të forta të Eglit.